Një miksim I muzikës klasike me muzikën elektronike. Si e komenton? Je pro, kundër, skeptike, e pranon, duhet I përshtatemi kohës, apo e humbet vlerën? Unë nuk jam shumë pro e muzikës elektronike, duhet ta them që në fillim, po im shoq për shembull është shumë I apasionuar mbas muzikës elektronike. Dhe prej ti edhe prej fëmijëve pak kam filluar ta kuptoj edhe ta ndjek dhe e kuptoj që ka një pjesë njerëzish që të cilët e shijojnë shumë muzikën elektronike, edhe kur përfshihet me muzikën klasike, absolutisht është një zhanër I ri. Dhe për sa kohë ajo shkon tek audienca, I tërheq njerëzit, është shumë mirë. Po unë vetë për shembull nuk dëgjoj dot muzikë elektronike edhe kur është e përfshirë me klasike. Nuk është në shijet e tua personale. Ti dëgjon vetëm muzikë klasike? Jo, absolutisht. Unë dëgjoj çdo lloj muzike që është e bukur, që ka një melodi që më tërheq. Për shembull në mëngjes, her pas here I ndryshoj, por nuk dëgjoj muzikë klasike. Përpiqem dëgjoj muzikë të mirë, në një këngë që më ka ngel në mendje, muzikë italiane, muzikë jam shumë mirënjohës e njerëzve që më çojnë muzikë të re, të bukur. Po për polifonin, çfarë mendon? Për baun. Jo për baun, flasim fillimisht për Shqipërinë, pastaj shkojmë tek baun. Polifonin, okay, te muzika shqiptare. Polifonia, siç e thotë edhe emri, është një muzikë e bërë nga shumë njerëz. Pra, poli do të thotë shumë edhe foni do të thotë zëra, shumë zëra. Dhe natyrisht që është një muzikë shumë komplekse. Dhe kam respekt për ata që e bëjnë, se nuk është e kollajshme. Më e kollajshme është kesh një zë dhe një shoqërus. Është një vlerë shumë e madhe e folklorit shqiptar, respekta, që tregon bashkëjetesë, që tregon që ti ditë jesh me edhe të si në një korr, pra të ketë shumë ide, të ketë shumë njerëz që thon fjalën e tyre dhe kjo gjithë tingëlloj mirë. Nuk është pak, është filozofi më vete. Një pyetje më vjen shumë natyrshëm, mund të jetë tërësisht pas një sens logjik. Pyetja, po a mund përfshihet pianoja për shembull si instrument në prodhimin dhe krijimin e muzikës polifonike? Përgjithsisht polifonia folklorike nuk kërkon shoqërim, sepse ata janë perfekt ashtu siç janë. Edhe quhet a cappella, ato këndojnë pa e përfshirë. Por piano natyrisht që luan polifoni, edhe bën shumë mirë sepse ne kemi 10 gishta, po që mund të luajmë në 4-5 zëra. Dhe polifoni kishte të bënte edhe me Bahun, apo jo? Babai muzikës klasike. Do vim te Bahun, po. E ke gati? Tani. E gati e kam. Se u skuq e gori, u skuq. Kështu që nuk e përballon dot për herë të dytë i thuaj. Ndonjëherë me raste të ralla, kur jam në shtëpi dhe s'kam ç'a bëj, kam një tastierë elektrike. Edhe ule mësoj ndonjë gjë aty të vogël, të shkurtër dhe e luaj. Dhe konkretisht është rreth 20 sekonda gjë nga sonata e Stuhis, Tempest sonata e Beethovenit. Vetëm ajo pjesa kryesore, ajo është duhet jetë në allegro ose në presto. Unë e kam adagio, po themi, nga dalë se normalisht më mungon teknika dhe stërvitja që të bëj. Kështu që do ta tregoj dhe do më thuash, a jam për këtë punë ose ta lënë me. Po duam përgjigje të sinqertë. Patjetër. Si një zysh e vërtet që nuk ta bën qefin kot, po të thotë të vërtetën. Hajde Egon, jepi forca Egon. Okej, një sekund. Se prisja në fakt me thënë drejtën. Më ke habitur. Është dora ime se ja ku është. Mos vjen se kisha. Çfarë mendon Zysha? Unë e shoh sigurisht jam amator. Qartë zgjidh. Wow, nuk e prisja këtë nivel.
Sinqerisht, mendova që do të luajë një gjë shumë të thjeshtë, por nuk është e thjeshtë. Është Jo, ajo s'është e thjeshtë, ajo është ajo sonatë që luhet nga studentët, për shembull është koha e tretë e sonatës numër 17 Beethoven. Komplimenta, patjetër, ke sensin ritmik, e duket që të pëlqen muzika edhe ke shumë të pëlqen ajo që po luan. Më pëlqen. E shikon e gon. Faleminderit. Nëse hera e parë nuk funksionon, provo të dytën. Dhe mos e hiq entuziazmin, po vazhdo luaj se është shumë qejf të biesh. Është e vërtetë, e shijoj shumë. Kjo është e vërteta. Më bën të ndihem mirë mbi të gjitha. Super. Më bën edhe shikoj, di si është jam i dashuruar me pianon, po është një dashuri e cila për shumë rrethana nuk ka funksionuar, domethënë nuk ka përfunduar dot në martesë. Po nuk ka nevojë të përfundojë detyrimisht në martesë, mund të jetë një lëre një pasion që tjetë aty gjithmonë. Jo gjitha ëndra duhet të realizoni edhe. Që të mbaj shpirtin gjallë. Sepse nuk e di, edhe unë do të doja shumë të kisha një piano në shtëpi, po nuk e kam. Edhe mirë që nuk e kam, se nuk e di që do kishin hequr fshinjët e mi. Tani me këto pianot që kanë dhe volum, mund ta ulësh edhe luan vetëm për çfarë. Po shijon ndryshe kur gjohet në të. Po me që ishim tash tek të mësuarit e pianos, po flistim pak më parë edhe për kompozitorët. Edhe unë të thash që ma ka nxirr jetën, po ma ka nxirr ama ky Johann Sebastian Bachu. Nuk e di, ma ka nxirr vetëm mua apo e thon edhe studentët e tjerë, apo edhe ty kur ke qenë në fazën e studimit. Sepse çka ka ky që na merr shpirtin që sapo thonem, mënyra se si Bachu ka shkruar, pra shumë zërshe. Dhe nuk është kollaj, sepse është shumë më kollaj të bësh melodinë dhe shoqërimin. Edhe gja kjo është e vështirë, siç tham se janë dy gjëra në të njëjtën kohë. Tani jo dy gjëra, po 3-4 gjëra, sepse Bachu ka shkruar me 3, 4, 5 zëra që mund të luajnë invencionet apo prelude fugat, veprat e tij të vështira. Por është babai i muzikës klasike. Bile shpesh thuhet një Barcalet, nëse mund ta themi, që Beethoven i shkon, vdes dhe shkon në qell. Edhe i del Zoti dhe i thot, ti je kaq i rëndësishëm sa ne do të vëmë ty drejtorin e orkestrës së qellit. Ai thot, nuk e di a meritoj Zot sepse është Bachu, domethënë më i rëndësishëm se unë. Dhe Zoti thot, po unë jam Bachu. Kështu që mendoni sa i rëndësishëm është për ne, ai është mbi të gjithë. Po kompozitorë të tjerë të vështirë në fazën e formimit dhe të studimit? Patjetër që ka. Le të themi historia muzikës fillon për ne patjetër edhe me kompozitor përpara, po më i rëndësishmi është Bachu. Më pas vjen periudha klasike, që është Beethoveni. Haydni, Mozarti, po Beethoveni më i spikaturi, dhe më pas ashtu si në letërsi dhe edhe në arte të tjera vjen periudha e romanticizmit, që ka pasur një prurje shumë të madhe kompozitorësh. Ku nuk ishte më Zoti, sepse në kohën e Bachut ishte çdo gjë ndodhte në kish, dhe çdo gjë ishte e lidhur me fen. Tek Beethoveni dhe Mozarti në periudhën klasike dolin në aristokraci, në salla, në kështjella, dhe në periudhën romantike ishte njeriu tashmë heroi i ngjarjeve. Në shekullin e 19. Në shekullin e 19. Kështu që ka një boom të krimtarisë, ka vepra të jashtëzakonshme të shkruara. Mbaj mend Schumannin, Schubertin, Georges Bizet, Brahmsi, Liszt, Tchaikovsky, Dvorak. Sot në Shqipëri, do doja të ndaleshim këtu në realitetin shqiptar. Kujt i përket muzika klasike? Sot. Kujt i përket kush e luan apo kush e dëgjon? Kush e dëgjon? Kush e dëgjon. Në fakt, për fat të mirë, duhet të them që gjithnjë më shumë po i shikoj sallën e teatrit opera, sallën e Universitetit të Arteve më shumë njerëz që vijnë. Tani që po flasim, është një opera që unë mezi gjeta ftesa dhe bileta për të shkuar. Pra njerëzit janë të interesuar tek arti klasik. Për mendimin tim, siç u thash edhe në fillim, sa më shumë të përhapet muzika klasike, aq më bukur është, sepse tregon që populli është i ndërgjegjshëm dhe i pëlqejnë gjërat e bukura dhe i pëlqen të thellohet. Dhe nuk i pëlqejnë vetëm gjërat sipërfaqësore, po i pëlqen të ulesh dhe të dëgjosh një koncert simfonik 2 orë. Të ulesh dhe të shikosh një opera 3 orë gjysmë apo 4 orë. Ti ke kohë të mendosh, të dëgjosh zërin e vetes, të dëgjosh të thellohesh në ato që mendon dhe në ngjarjen që po ndodh,
kjo tregon që publiku shqiptar ka gjithnjë më shumë dëshirë për muzikë të mirë edhe të kualifikuar. Për fat keq kjo ndodh vetëm në Tiranë. Nuk ka pothuajse asgjë në rrethet, po mos harrojmë që dhe aty po rritet një brezëri dhe aty ka të rinj që kanë nevojë ta ndriçojnë mendjen e tyre. Kjo për fat keq gjithnjë më pak bëhet. Për të rikthyer në Shqipëri tek muzika klasike, ne folëm me qira fjala, pse janë kaq shumë gjerman që janë tek pjesa instrumentale dhe kaq shumë italian dhe kaq shumë italian tek tekno-opera. Po sepse ka mundësi që i kanë kap këto. E vërtet. Sepse aty ku le të themi ka një kompozitor, ishte Bahu në Gjermani, i cili krijon traditën. Si një trunk përhapi degët. Ashtu është edhe në Rusi, gjithashtu ka një shkollë shumë të mirë të muzikës klasike, që gjithashtu përhapi degët. Po në Rusinë e dim ne është për balet. Edhe për balet, po dhe për muzikë klasike. Dhe ka pas një moment shumë të rëndësishëm politik, mbas luftës së dytë botërore, që filloi kjo lufta e ftohtë. Kjo nuk ndodhi vetëm në luftën e yjeve që ne mbajmë mend. Me Reaganin atë. Ju jeni shumë të rinj, po lufta e yjeve ishte shumë prezente në luftën e ftohtë. Pra konkurenca bëhej kush shkonte më parë në hën, kush bënte sa më shumë raketa. E njëjta luftë ndodhi edhe në muzikë dhe posaçërisht në piano. Po? Sepse gjithnjë më shumë po bëhej konkurenca se kush do të kishte instrumentist më të mirë. Dhe një nga le të themi skandalet më të mëdha ishte që konkursin e Tchaikovskit e fiton një amerikan. E merrni me mend se çfarë skandali që në Moskë Cliburn quhet ai artisti amerikan që bëri namen. Po ndoshta mund ta keni parë pak, po ju kujtoj në ping pong tek Forrest Gump. Ju kujtohet ai momenti midis amerikanëve dhe me Tom Hanks dhe me kinezëve? Po. E njëjta gjë ndodhi edhe në piano. Po. Domethënë rusët u çmendën kur ky amerikan fitoi konkursin dhe un kam lexuar kujtimet e një rusi, pianisti shumë të njohur, Ashkenaze quhet, Vladimir Ashkenaze, që erdhën e morën, i thanë ti do marrësh pjesë pas 2 vitesh te konkursi. Dhe ai shkreti tha, nuk e dia do marrësh pjesë s'bën se gjithë familja do internohet, ti do studiosh shumë mirë, do fitosh. Dhe ai me vërtet fitoi pastaj se kishte potencialin, po mendoni që lufta politike u zhvillua edhe në art, edhe në kulturë, sepse dy superfuqit po përballeshin se kush kishte më shumë potencial, kush kishte më shumë le të themi talente për të dalë për. Sa mirë që kishte konkurse për më të mirë dhe atëherë tani duket sikur ka konkurs kush ka prodhon më shumë budallë në fakt. Ja, nuk besoj që është. Edhe më shumë sharlatan, edhe personazhe problematik. Kjo e dyta është ndryshe. Në fakt kjo është ka një dukuri të tillë. Për të ardhur në Shqipëri, folëm për Tchaikovskin, Beethovenin, Mozartin, Verdin, këta italianë të operës, Rossinin, Puccinin.